Më rreth në rreth. Çfarë problemi keni? Kam një konflikt interesi, njëri nga niprit, edhe më kam presu testamentin. Edhe kërkoj një gazetar investigativ për të hyrë në zyrë, dokumentat i kam me vete, të paraqes që letrat që paraqet pala tjetër nuk përshtaten me faktin në terren. Çfarë u kanë thënë? Edhe fola një ditë me u paraqita mbas që një punojse, e kam edhe shënimin këtu. Erdha të ky nëndrejtori Sokoli, më priti mirë. Edhe më tha do të them përgjigje. Cili është problemi ju, zotëri? Kam një konflikt pronësie shtëpie, më kanë prish testamentin e shtëpisë. Kush e ka prish? ZRPP-ja këtu ka dashur, kjo zyra këtu. E kisha njerë që ku ka dalë certifikata ka dalë me probleme. Në vend të dilte në bazë testamentit, doli në bazë të aktit trashëgimis. Akti trashëgimis bëhet pas vdekjes. Edhe unë e di që i vdekuj nuk flet, që të thot kaq pjesë njëri e kaq pjesë tjetëri. Se zëjnë qikë për të qeshu, babaj. Edhe... Këtu s'keni gjetë zgjidhje? Po, nuk kam gjetur zgjidhje dhe kërkoj me kam lagu në gryk. Problemi është, jemi në konflikt, edhe mund të ndodhë në një, mos thonë nëse vëja, që e vrau a i gjyqtarin atje, mirë ja bëjë. Ka arritu puna deri atje, se unë jam dhe i simuve, do vdes, zot lëvë fëmit me probleme.